Përveç ndërhyrjes në tunelin e Llogaras, duke përcaktuar fituesin e tenderit, dhimbjet e kokës shtohen për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, pasi nga telefoni BlackBerry i ish kreu të ARSH-s Eviz Berberi kanë dalë prova të reja që sipas SPAK lidhen me përcaktimin e fituesit për tenderin e lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës. Prova konkrete për këtë është kompania Nova Construction 2012 SHPK e biznesmenit Ilir Shtufi. Në komunikimet mes Ballukut dhe Berberit, ministria i shkruan: "Prite pak Ilir Shtufin e Nova dhe bëja të qartë që shkon me EUT-n dhe mos ta shoh në vend tjetër. Punët i ke me Gimin thua, jo me mua." Në këtë komunikim të datës 10 shtator 2021, vetëm pak javë para se të shpallej fituesi, ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku jo vetëm që sipas prokurorisë së posaçme e përcakton fituesin e tenderit të lotit 4 të Unazës së Madhe, por i imponon edhe ortakun biznesmenit Shtufi. Pra Balluku i ka kërkuar Ilir Shtufit që për të fituar tenderin në lotin 4 duhet të bashkëpunonte me kompaninë Euroteorema Peqin dhe P Vlaku SHPK. Vetëm 4 ditë pasi zhvillohen këto biseda, më 14 shtator 2021, biznesmeni Shtufi rezulton të ketë lidhur kontratë bashkëpunimi me shoqërinë Euroteorema Peqin dhe P Vlaku SHPK për të marrë pjesë në procedurën e prokurorimit për tenderin e lotit të 4 të Unazës së Madhe, të cilin më pas e fituan, edhe pse kishte 3 oferta më konkurruese. Nga komunikimet mes Ballukut dhe Berberit, SPAK evidenton se ministria shfaqet e shqetësuar pas publikimit në media të një liste me emrat e fituesve të tenderave për Unazën e Madhe. Ajo e pyet Berberin për një punonjëse të prokurimeve me emrin Miranda, duke kërkuar të verifikojë nëse dikush ka nxjerrë informacionin. Berberi e siguron se Miranda nuk ka pasur dieni për emrat e operatorëve, pasi sipas tij vetëm ai e dinte përbërjen. Berberi shkruan Ballukut se për çdo lot kanë marrë kriteret në letër pa emër. Me këtë frazë, prokuroria e posaçme dyshon se kriteret për çdo tender përcaktoheshin duke pasur parasysh fituesin, që vetëm ai t'i plotësonte. Shqetësimin se dikush i ka zbuluar, Balluku e përsërit edhe në një tjetër bisedë me Berberin 3 javë më vonë, kur ai e pyet nëse duhet ta shpall fituesin. Të mërkurën, ikni shijoni fundjavën. Merruni me punë serioze. Ke një player që flet aty, i shkruan Balluku Berberit. Bashkimi i operatorëve të përcaktuar nga Balluku fituan tenderin 20 milion euro, ndërsa SPAK thot se kompanitë fituese nuk i plotësonin as kriteret e vendosura nga vetë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Kompanitë nuk kanë paraqitur asnjë provë se kishin realizuar më parë punë të ngjashme me një vlerë minimale prej 50% të kontratës, apo një volum punësh të barabartë me dyfishin e vlerës limit, siç ishte përcaktuar në kriterin e tenderit. Në dosjen e SPAK për Belinda Ballukun tregohet se si ministria udhëzonte Berberin që të përjashtonte nga tenderat kompanitë që nuk i pëlqenin. Në një komunikim të datës 28 tetor 2021, ministria i kërkon drejtorit të ARSH-s Eviz Berberi që firma e konsulencës Civil Cons, e lidhur prej saj me deputetin demokrat Lefter Gështenja, të mos marrë asnjë punë në territorin e Shqipërisë. Mos ta shoh të marrë tjetër punë në Republikën e Shqipërisë, urdhëron Balluku, ndërsa Berberi i përgjigjet se është e lehtë. Administratori i kompanisë në fjalë rezulton Korab Aliko, ndërsa ortak Rezart Haxhiu. Ortakët themelues të kësaj kompanie me objekt të veprimtarisë, studim dhe projektim të ndërtimeve të ndryshme janë Korab Aliko dhe Lefter Gështenja me 50% të kapitalit secili. Por në vitin 2019 Gështenja është larguar nga drejtimi i kompanisë, duke i dhuruar aksionet.